Ky ishte momenti i gastronomisë ku bashkë me të ftuar të ndryshëm që ne kemi në studio sjellim momente të bukura për ju. Tani do të kalojmë në një tjetër kënd të studios sepse do të flasim për ekonominë shtëpiake, por më njëherë pas sigletës do të jemi me profesorin Enrico Cecco. Përshëndetje edhe një herë, profesor. Sot do të flasim në fakt për një temë të rëndësishme shumë, për gjithë përfshirjen e shtresave të ndryshme të shoqërisë, në ekonominë e vendit, pra që të jenë në një farë mënyre të kënaqur, të punësuar, nëse do të mundet të ishte ekuivalente kjo gjë, dhe si mund t'ja dalim. Dhe që në vazhdimsi jeta atyre të ketë një përmirësim të dukshëm. Shiko, unë do të marrë shembullin nga shefi jonë, a i mori disa përbërës dhe krijovi një pjatë të mrekullueshme ashtu siç bën gjithmonë. Kështu është edhe jeta shoqërore. Shoqëria është e përbërë nga shtresa të ndryshme, të cilat, siç e theksuam edhe më përpara, që nuk është çështja që të jeni një luftë klasash midis tyre, jo po ta përmbysim atë tjetrën, jo po t'ja marrim pasurinë atyre, jo po ne që jemi të varfër nuk kemi. Jo po pse ai ka më shumë se sa unë. Po pse kam shumë se sa unë, ose shiko, unë nuk duat më japësh lopën, po mos ja jep atij lopën. Se kjo është thelbi i kësaj. Ideja është që në Shqipëri ka vend për gjithë. Të gjitha ata, pavarësisht se ku ndodhen në strukturën e shoqërisë shqiptare, kanë të drejta të barabarta përpara ligjit, kanë të drejtë që të tentojnë që të përmirësojnë jetën e tyre dhe të kalojnë edhe në shtresa që të kenë edhe më shumë fuqi ekonomike. Dhe e rëndësishme është që të gjithë ta ndjejnë veten të respektuar. Ne do të vazhdojmë me shpjegimin e çështjes. Si mundet të ndihet vetja në këtë situatë të respektuar në rast se punon por nuk paguhesh mjaftueshëm, kërkon punë përmbase nuk ka të profilit që ti kërkon apo për atë që ti meriton të paguhesh, pra si mund të gjenden balancat? Atëherë, elementi kryesor i cili duhet të rregulloj balancën është qeveria, e cila shërben si rregullator nëpërmjet ligjeve dhe ndërhyrjeve të tjera. Por ky rregullator është për të katër shtresat që përbëjnë shoqërinë. Në gjitha shtetet e botës, nuk është fjala vetëm rasti i Shqipërisë, edhe Shqipëria, edhe vendet e Evropës lindore që tani janë pjesë e Bashkimit Evropian, edhe ish Bashkimi Evropian përpara vitit 90, Japonia, Amerika, Kina, kjo është ndarja. Ka njerëz të cilët nuk janë të pasur, të themi të varfër, janë ata që janë shtresa mesme, janë të pasurit dhe janë super të pasur. Tani, në rastin e Shqipërisë, kjo shtresë këtu është pothuajse 60% e popullsisë. Por edhe sikur të ishte 10%. Po kush kategorizohet tek të varfrit? Në rastin e Shqipërisë ka dy përcaktime. Një është përcaktimi i Institutit Statistikave, që thotë që të gjithë ata që kanë të ardhurat diku te 610-620 lekë në ditë futen te të varfrit dhe mbi këta futen te shtresa mesme, dhe ata që kanë të ardhurat diku te 1000 lekë, flasim për 3 janë ditë, janë duke kaluar te shtresa mesme, dhe ka dhe një përkufizim të Bankës Botërore që thotë që bie pak a shumë te kjo studimi i statit që thotë në Shqipëri 20-25% e popullsisë jeton me 100 lekë në ditë, që këta janë të varfrit e të varfërve, 20-25% e popullsisë jeton me 300 deri në 500 lekë në ditë, dhe pothuajse 20% e popullsisë jeton me 700 lekë në ditë. Dhe pjesa tjetër jeton me më shumë se 1000 lekë në ditë. Pak a shumë, por çështja është te ky 60%. Pse është ky 60% i rëndësishëm? Në të gjithë botën, pavarësisht se sa është shtresa e varfër, do t'i themi dhe përqindjet, këta janë ata që konsumojnë. Këta janë ata që bëjnë shoqërinë e konsumit. Këta blejnë ushqime, paguajnë qiran, paguajnë transportin, blejnë rroba, blejnë veshje, blejnë këpucë, konsumi, por problemi i kësaj shtrese është që këta nuk arrin të kursejnë. Sepse nuk i ngelet asnjë lekë, sepse nuk ka çfarë të kursej. Tani, është shtresa mesme, që në rastin e Shqipërisë është diku te 25-30%,
Këta kursejnë. Këta nuk konsumojnë. Këta kursejnë. Nuk konsumojnë. Po. Çështja është çfarë bëjnë këta me kursimet. Nëse do të marrim totalin e kursimeve në Shqipëri, të dy palëve, edhe të varfërve dhe të shtresës mesme, në përgjithësi, sipas raportit të fundit të Bankës Shqipërisë, bëhet fjalë për 14 miliardë euro kursime të shqiptarëve në banka. I heqin parat që janë jashtë sistemit bankar. 7 miliardë janë në lek, A ta bëj një pyetje shumë naive? dhe 7 miliardë janë në euro dhe dollar. Po. Si mund të kursesh dhe të mos konsumosh? Atëherë, këta mund të kursejnë për të blerë një shtëpi dytë, për të blerë makinë, por këta mund të kursejnë që të kthehen në të pasur. Pra çfarë bëjnë të pasurit? Po? 5%, 10%, ha? Këta investojnë. Këta janë ata që hapin biznese, dhe këta janë ata që me bizneset që hapin, prodhojnë në mënyrë që këta të konsumojnë dhe këta të kursejnë, që këta të marrin parat nga bankat që të zgjerojnë bizneset e tyre. Pra këta i futin lekët në bank me interes, këta i marrin, bëjnë biznese dhe me bizneset që zgjerojnë, marrin njerëzit në punë. Çështja e ekonomisë shqiptare është çështje produktiviteti. Nuk është çështje e marrëdhënies midis klasave. Ne duhet ndihmojmë, qeveria me rregulla, me ligje duhet ndihmojë që këta të rrisin produktivitetin e bizneseve. Sepse duke rritur produktivitetin e bizneseve, rriten rrogat, duke rritur rrogat këta bëhen shtresë mesme. Dhe pastaj fillojnë kursejnë. Puna çfarë bëjnë super të pasurit. Çfarë, në fakt doja të kisha një pyetje tjetër. Ku dallon një i pasur nga një super i pasur? Po. Është hera parë që unë ndeshëm me këtë term Super i pasuri. Super i pasuri nuk konsumon. Nuk. Ja. Unë jap gjithmonë një shembull studentëve kur ishte Berlusconi, një nga biznesmenët më emblematik të Evropës, miliarder. I thosha studentëve, sa bërxolla han ditë Berlusconi? 3, 7, 10. Jo, mërë, jo. Berlusconi nuk hante as i bërxoll në ditë, se donte të mbante linjat. Të pasurit nuk konsumojnë. Çfarë bëjnë të pasurit? Të pasurit nuk kursejnë. Super të pasurit. Super të pasurit nuk investojnë. Super të pasurit krijojnë. Super të pasurit janë ata që orientojnë politikat e zhvillimit. Super të pasurit, po të kenë dy pare më në kokë, bashkëpunojnë me qeverinë, që si ti bëjmë këta të pasurit, ku ti hedhin parat aty ku duhet, jo aty ku s'duhet. Super të pasurit janë ata që investojnë në kërkim shkencor, për produkte të reja, për shërbime të reja. Të pasurit investojnë që produkte dhe shërbimet që kanë shpikur këta, që kanë realizuar ta, se për shpikur i shpik dikush tjetër, ti marrin, të bëjnë fabrika që të futen këta në punë. A ndikojnë sot dhe ndihmojnë sot super të pasurit në Shqipëri, në bashkëpunim me qeverinë në Shqipëri flasim, ose na intereson për të kuptuar dhe për ta ditur për të ndihmuar të gjitha shtresat? Ne gabimisht kemi krijuar atë konceptin e oligarkëve. Ky është një koncept totalisht i gabuar. Çështja qëndron këtu, që ne jemi duke e krijuar të shtresën e super të pasur. Ne nuk është se e kemi të konsoliduar. Pse? Sepse kemi 36 vjet ekonomi tregu. Kapitalizëm, ashtu si kapitalizmi që kemi ndërtuar ne. Super të pasurit duan vite që të krijohen si shtresë, dhe çfarë bëjnë? Të varfrit martohen, lindin, bëjnë nga 2-3 kalamaj, shtresa e mesme bën 1 ose 2 fëmijë, të pasurit bëjnë 1 fëmijë ose s'bëjnë fare, kurse super të pasurit i bëjnë fëmijët e tyre super të pasur. Edhe 10 fëmijë, po i bëjnë super të pasur. Në mënyrë që ata të jenë mbështetje për qeverinë për të hartuar politika zhvillimi. Çfarë bëri Rockefelleri para 100 vjetësh? Çfarë bëri Henry Ford para 100 vjetësh? Çfarë bëri Henry Fayol, biznesmeni famshëm francez, para 130 vjetësh? Ata krijuan konceptin e super të pasurve që bën politikat e zhvillimit. E thash edhe një herë, kjo është një shtresë ende e pa zhvilluar në shoqërinë shqiptare,
Po e zhvilluar gabim apo jo? Nuk qëndron. Jo, tani, çdo shtet, çdo kom zgjedh mënyrën e vet për të krijuar super të pasurit. Nuk ka formulë për të krijuar super të pasurit. E rëndësishme është që këto shtresa të mbështesin njëra tjetrën në mënyrë që të mos ketë përjashtim nga shoqëria dhe të mos ketë disproporcione ekonomike shumë të mëdha, që ky që është këtu të mos thotë që ore po ky prit se ky e ka rrogën 20 herë më të madhe se unë. Ky që është këtu të mos thotë që edhe unë bëj biznes, ama ky fiton 50 herë më shumë se unë. Duhet mbajtur prandaj është qeveria nëpërmjet ligjeve dhe sistemit fiskal, që çfarë është e rëndësishme sistemi fiskal. Të gjithë janë përfshirë në sistemi fiskal, por qeveria të mos godasi vetëm një shtres me taksa, por t'i taksoj të gjithë në mënyrë të barabartë. Aktualisht çfarë ndodh në Shqipëri dhe si funksionon, le të themi, të katërta këto shtresa? A shkojnë në mënyrë të drejtë edhe të rregullt për mënyrën si mund të bashkëveprojnë me njëra tjetrën, apo kemi ndoshta disnivele dhe... Ka problematikë shumë të madhe, sepse në përgjithësi nga mentaliteti të kaluarës, ne vim me konceptin që ka luftë klasash. Edhe ata që janë moshe vjetër, mbi 40 vjeç akoma e kanë atë mentalitetin. Çështja që ndron kështu, a mund të bëjmë një kohezion gjithë përfshirje ekonomike dhe sociale midis stresave? Ato që po bën Kroacia, ato që po bën Slovenia, ato që të marrim edhe Kinën, le ta marrim si shembull, se Kina nuk është më shtet socialist 100%. Ka ekonominë private, ka dhe ekonominë në Kinë. Formula e famshme e presidentit Kinës Xi Jinping është që fshatarësia, klasa punëtore, biznesi vogël dhe biznesi madh të jenë shtyllat e themelet e ekonomisë kineze. Kështu që ata pak a shumë po përpiqen çfarë po bën presidenti Trump. Po përpiqet që të rregullojë një marrëdhënie të mirë midis stresave që përbëjnë shoqërinë amerikane, sepse ka patur një disproporcion shumë të madh midis këtyre. Dhe çfarë bëri? Para disa ditësh presidenti mendovi që t'i vërë limit antarëve të parlamentit amerikan të dy dhomave, sepse aty ka njerëz të cilët kanë me 10 vite që janë antarë, të cilët nuk bëjnë asgjë, që nuk hartojnë politika. Sepse po të rish aty kalbesh, aty në karige, mykesh edhe nuk harton politika zhvillime. Pra i do të vërë kufi, ata që janë antarë të senatit do të kenë 12 vjetë, ata që janë të dhome lartë do të kenë 6. Kjo është shumë e rëndësishme. Kemi parasysh i gjem. Këta janë motori, sepse këta konsumojnë. Po, këta janë motori. Edhe si kur t'ishin 10%. Prap këta do ishin që konsumonin. Këta do kursejnë dhe kryojnë para për shtresat e tjera. E qartë. Ju thatë që qeveria ka si qëllim vendosjen e rregullave, ligjeve, hartimin e tyre. Aktualisht, çfarë mendoni ju që duhet me patjetër për të bërë apo për të rregulluar? A ka diçka në legjislacionin tonë që ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme në mënyrë të tillë që do ta lidh me këtë. Të katër këto shtresa të funksionojnë siç duhet. Në Shqipëri, këta që janë super të pasur nuk kanë asnjë mundësi që të bëjnë sponsorizime. Nuk kanë. Duhet par ligji sponsorizimeve. Jo vetëm çfarë kuptoni me sponsorizim? Me sponsorizim, që nga të ardhurat që kam unë, shiko se këta janë milioner, miliarder. Këta, nëse ligji nuk funksionon, këta i çojnë lekët aty në jashtetit, në parajsat fiskale, sepse kanë frikë nga gjendja ekonomike, gjendja politike. Ama nëse gjendja politike ekonomike është e mirë, këta që janë super miliarder, i mbajnë lekët në vend, dhe me ato lekë, po të ketë ligj të mirë sponsorizimi, sponsorizojnë kërkimin shkencor. Për të prodhu produkte dhe shërbime të reja, të cilat i marrin këta, marrin atë formulën. Pse është Austria vendi i parë i vetëm botë që ka formulën e detergjentëve? Edhe e shet në gjithë botën formulën, si bëhet detergjenti, po jo formulën. Pse është Coca-Cola e vetmja kompani në botë që ka formulën e Coca-Colës? Po i kemi me këto burime njerëzore të këta super të pasurit e Shqipërisë? Po tani këta kanë arritur që t'i çojnë fëmijët jashtetit, edukohen. Mund t'i çosh jashtetit, po jo detyrimisht. Puna është që t'i bëjnë që të kthehen, që të vazhdojnë rrugën e prindërve. Ky është problemi. Flasim për një ekonomi që e shohim, që është 24-25 miliardë euro. Nuk është pak, është 10.000 euro për person. 2.400.000. Përmenda shifrën 14 miliardë euro në banka, është 7.500 euro për person. Unë s'po them që gjithë kanë kursime, po mesatarja është 7.500 euro për person. Nëse këto gjenerohen dhe futen
në ekonomi, sepse këta sjellin ide, do të jenë fuqi shumë e madhe për ekonominë shqiptare. Shumë e rëndësishme që të krijojmë ligje, të krijojmë një hapësirë, një mjedis të mirë, që të gjithë ta ndjejnë veten mirë me njëri tjetrin dhe ta ndjejnë veten të respektuar dhe jo në luftë. Nuk jemi në luftë me njëri tjetrin, t'ja marrim atyre pasurinë, edhe këta. Cila është tani shtresa më e favorizuar në Shqipëri, edhe duke ju referuar mbase legjislacionit? Nëse do të shikojmë legjislacionin e 4-5 viteve të fundit, sidomos mbas pandemisë, pandemia na tregovi cilat ishin dështimet e Shqipërisë, jo vetëm të ekonomisë, dështimet në përgjithësi. Pandemia tregovi diferencën e madhe sociale që kanë Shqipëri. Dhe këto 4-5 vitet e fundit janë vite në të cilat janë bërë përpjekje për të përmirësuar legjislacionin, për të patur një gjithë përfshirje të njerëzve, por kryesisht në aspektin ekonomik ka ende shumë për të bërë. Duhet të rregullu procesi licencimeve, në mënyrë që të gjithë kenë mundësi që të aplikojnë për licenca. Që të gjithë kenë mundësi që të shkojnë në bankë, të marrin kredi, jo banka t'i marrin lekët e t'i bëj bono thesari. Edhe të nxjerrë fitimit e bonot e thesarit edhe tregu ngelet pa lek për këta që duan të marrin kredi, sepse kanë ide. Ligji për sponsorizimet nuk mjafton 5% sponsorizim për një ekip futbolli. Edhe pastaj, mbasi unë të sponsorizoj ty për ekipin e futbollit, më vjen mua i taksa tatimeve edhe më bën namin aty në kompani, se mos gjen se mos kam vjedhur në i lek ta i 5% që kam dhënë atit ekipit futbollit. Po jo tani, duhet jetë shumë herë më madhe sponsorizimi, bile për njerëzit që sponsorizojnë në shumë të mëdha, duhet jepet mundësia që të krijojnë këtë aspektin e filantropisë, të krijojnë fondacione që ai tani ky flet me miliarda. Po është edhe çështje edukate kjo profesor. Unë mendoj që këta e dinë. Unë mendoj që këta kanë filluar ta kuptojnë. Këta e dinë. Dhe unë mendoj që nëse këta e dinë, duhet të ulen me qeverinë. Çështja e Shqipërisë është se këta s'kan përfaqësues. Duhet të kenë përfaqësues në fakt. Punëtorët duhet të kenë përfaqësues sindikatët. Shtresa mesme duhet të ketë përfaqësues tyre. Është një problem tjetër mungesa e sindikatave në Shqipëri. Po patjetër është problem. Shtresa e pasur. Shoqatat e biznesit duhet të kenë zë, duhet të kenë fuqi. Këta të pasurit duhet të kenë njerëz tyre në parlament që të bëjnë ligje të mira për kohezionin social. Kjo është çështja e Shqipërisë, përfaqësimi, nuk është çështje qeveria. Në qeveri, po su përfaqësove, mirë thotë qeveria janë, në rregull janë. Çfarë problemi kanë ta? Se këta nuk po e ngrenë zërin. Nuk mjafton një protestë. Edhe unë e theksoj edhe një herë, protesta nuk është zgjidhje. Protesta vlen, sepse dalin problemet. Po protesta nuk është zgjidhje. Zgjidhja qëndron të kuptuarit e çështjes. Në fund fare mesazhi që do të japim përsëri cila është? Mesazhi im është ky që jemi në një momentum shumë të rëndësishëm që nuk duhet të humbim shansin që të krijojmë një gjithëpërfshirje të gjithëve në shoqëri, që të gjithë ta ndjejnë veten mirë dhe që të gjithë ta ndjejnë veten të respektuar, me kusht që shtresa mesme, të pasurit dhe super të pasurit, të kuptojnë se çfarë po ndodh me këta të varfrit. Është shumë e rëndësishme të kuptojnë. Sepse me pagën mesatare 700 euro në muaj, këta nuk kanë mundësi që të rriten, të ecin përpara. Kjo është e gjitha. Profesor, falenderoj shumë që ishe me ne sot, mbi të gjitha shpjegimet që datë, analizën që bët, mesazhet që përçuat, edhe ndaj e dua fort këtë moment të këtij programi, ekonomi shtëpiake, sepse kam përshtypjen që në një farë mënyre bëjmë një punë të mirë, duke edukuar edhe duke prekur disa tema që hera herës duket sikur. Kjo është një temë e vështirë. Mediat në përgjithësi nuk tentojnë ta prekin si temë, sepse kujtojnë se do krijojnë. Po unë falenderoj shumë RTS-n që duke trajtuar këto tema të vështira, ne përcjellim një mesazh real, përcjellim një mesazh real që në Shqipëri ka vend për të gjithë. E vërtet, ky është misioni ynë në fakt që të edukojmë, të argëtojmë dhe të përcjellim e trajtojmë çështjet e duhura. Shumë faleminderit, dëshimit të njëjtën që vjen besoj. Ta mbyll fare. Para ka sa dush. Ashtu. Puna është se si i përdor. E vërtet, e bukur kjo. Mirë. Tani më do të ftoj Antonetën për të vijuar me programin edhe për të sjellë të tjera momente. Që ka para dhe disa persona, për shembull vajzat, i përdorin her pas here edhe për produkte kozmetike për të kujdesur për fytyrën e tyre, që të duken sa më bukur. Mirë se erdhen Erta Tushe, këtu në studion e Atene, në rubrikën që do të kemi tani, që do ta vazhdojmë një herë pas sikletës.